për qytetarët e Komunës Malishevës, por sigurisht edhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Fatkeqësisht sot nga sfiksimi i zjarrit në banesën e tyre kemi 3 viktima, babojnë me 2 fëmijë, vajzën dhe djalin. Sapo kemi marrë informacionet, organet tona, prej policisë, urgjenca, emergjenca, gjitha njësitë kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe stafi mjekësor i cili e ka bërë të pamundën, por në momentin kur është bërë njoftimi, paksa ka qenë ndoshta 10 vonon, janë gjetë pashenja jetë baboj me 2 fëmijët e vet. Ky është informacioni, tash policia, etosia, prokuria, gjithë ata janë duke kryer punën e vet, edhe ne lutemi edhe i bëjmë presion që sa më shpejt të zbardhet rasti, si ka rrjedh, qysh ka rrjedh. Ajo çka është e rëndësishme që gjitha organet kanë qenë në vendin e ngjarjes në kohën e duhur, por fatkeqësisht ka qenë e pamundur që t'i shpëtojnë 3 jetë. Unë në emrin tim personal edhe të kryetarit Kastrati, i cili është për juve mediat se keni bërë presion vazhdimisht me thirrje, sigurisht kryetari Kamendjesi është i shtrirë për një trajtim mjekësor në spital, edhe besoj shumë shpejt do të delë ditët në vijim. Në emrin tim edhe të kryetarit Kastrati, por edhe gjithë qytetarët e Komunës Malishevës, i shprehim ngushëllimet më të sinqerta familjes Berisha. Cilat janë dyshim? Janë hetosia, janë duke kryer punën e vet. Ne nuk është kompetenca tona, nuk e dim si pasojë e çkafit ka vjen, sepse momentin veç i kanë gjetë. Po ajo që dihet nga stafi mjekësor thotë që është nga asfiksimi, do të thotë nga tymi i cili ka ndodhur pas kablos aty çka ka mundur me kohë më djeg aty. Sigurisht organet hetosia do të dalin me informacionin besoj shumë shpejt. Këto banesa banorët na thanë? Komuna në bashkëpunim me Ministrinë e Mërqenies Sociale, do thotë ka qenë bashkëfinancim edhe nga Ministria, dhe sigurisht që vazhdimisht shërbimet publike kanë qenë në vëzhgim, në inspektim çdo herë, sepse këtu faktikisht edhe ndrohen banorët. Do thotë banesat nuk i kanë përshme, këto i kanë sipas nevojës. Momenti që bën një zgjidhje, lirohet banesa, vjen dikush tjetër.